Në lidhje me funksionimin e kësaj gjykate. Tani po vazhdojmë drejtimin kryesore të këtij tubimi që është redoshtimi I zarfëve drejt këtyre anëtarëve të asamblesë. Këto vëllaun e dëshmorit Fehmi Lladrosti, zotin Ramiz Lladrosti, që I pari ta dështoi Ka dal, që të mos e të kaloj I shiriti për të Udhëhecit institucional të Kosovës në ato kohë përfshirë ish presidentin Hashim Thaçi, mbështetën idenë e adresimit të akuzave përmes një procesi gjyqësor të monitoruar ndërkombëtarisht me qëllim mbrojtjen e integritetit të luftës shqirimtare. Është e rëndësishme të theksohet se akuzat fillestare në lidhje me trafikimin e organeve dhe qendrat sekrete të paraburgimit, element kyç të raportit të dikpartit, nuk janë pjesë e këtyre akuzave zyrtare. Në vend të kësaj, gjykata zgjeroi mandatin e saj duke ndjekur akuza të tjera që nuk përmenden në raportin origjinal. Në vitin 2020, u ngritën akta akuza kundër ish udhëhecëve të lartë të UÇK-s, Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit, të fatët të pandehurit nga ndërhyrjen nga posti publike të udhëzuar në gjykatën e Hagut. Gjykata I karakterizon strukturat e UÇK-s si një ndërmarrje e përbashkët kriminale, duke kriminalizuar në mënyrë indirekte veç luftën shqiptare, gjyqësje me pasojra serioze, historike dhe politike. Parashikimi I gjatë të pandehurit që mbajtur nga kjo gjykatë. Seanca të shumave janë të mbrojtur dhe anonim. Qasja publike me mediatik është jashtëzakonisht kufizuar, me vetëm një media të autorizuar të lejuar të raportojë drejt për drejt nga salla e gjyqit. UÇK! Përkrimi lufte nga gjykata ndërkombëtare, pranimi materialit të prodhuar nga një aparat shtetëror I dënuar ndërkombëtarisht për krime kundër njerëzimit në Kosovë, ngre pyetje serioze në lidhje me besueshmërinë dhe pashmërinë e këtij procesi gjyqësor. Po vazhdojmë me zhvillimet e fundit që tregojnë për një konflikt të interesit. Në mars të vitit 2025, zotri Hashim Thaçi zyrtarisht ngriti shqetësime në lidhje me përfshirjen e prokurorit Xhan Devani në procedura, duke vënë tukje se ai më parë shërbej inspiroje në mjedisin e menaxhimit të paraburgimit nga aktualisht të akuzuarit. Kjo ka gjallë ndryshime serioze.
Për një proces të drejtë, transparent dhe të pashëm, që respekton të drejtat themelore të njeriut, dhe pasqyroj sakrificën të një të lutë shqiptare të Kosovës. Në konsiderat për shqiptime të komunikora për institucione të buraja shqiptore për kasme. Sot jemi mbledhur për tu, jo për të kujtuar drejtësinë, por për të kujtuar modës së drejtësia nuk mund të jetë të njashme, nuk mund të jetë selektive, nuk mund të përdoret si mjet politik. Ne ngrisim zërin kundër procesit që le të hapur për dyshime për padrejtësi dhe për standardet e dyfishta. Ne jemi këtu sepse besojmë në të vërtetën, besojmë në të drejtat e njeriut, besojmë se digniteti i një populli nuk mund të shtypet nëpër korridoret e mbyllura. Dhe besojmë se drejtësia duhet të jetë e njëjtë për të gjithë, pa paragjykim, pa qëllime të fshehta. Sot kujtojmë edhe një herë të vërtetë që askush nuk mund ta fshijë. Qeverimtarët tanë, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi, janë vetë historia e Kosovës. Ata janë pjesë e kapitullit më të rëndë e më të ndritur të betejës për liri. Pavarësisht çdo procesi gjyqësor, roli i tyre për çlirimin e vendit është i padiskutueshëm dhe mbetet i ngulitur në kujtesën e popullit. Ne kërkojmë trajtim të veçantë, nuk kërkojmë trajtim të veçantë, kërkojmë drejtësi të drejtë, kërkojmë transparencë, kërkojmë që çdo procedurë të respektojë parimet themelore të lirisë dhe prezumimit të pavajësisë. Kërkojmë që historia e një populli që ka luftuar për mbjetesë të mos ketë përdoret në procese të njëanshme. Protestojmë paqësisht, por me zet e fortë. Mjaft me standarde të dyfishta, mjaft me procese të njëkohura, mjaft me vendime që duhet në politike, se sa juridike. Drejtësia vërtet nuk ka frikë nga drita, nuk ka frikë nga vërteta. Prandaj edhe ne, me ka uzën tonë për gjiri për Hashim Thaçin, Recep Selimin, Jakub Krasniqin dhe Kadri Veselin. Jemi me ju. Në vazhdim kam nderin dhe me përgjithësi shumë të madhe do të lexoj letrën të cilën e kemi përgatitur dhe e cila do të jetë në duart e të gjithë anëtarëve të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Të dashur anëtarë të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, dëshirojmë të tërheqim vëmendjen për disa çështje kyçe dhe shqetësime në rritje në lidhje me funksionimin dhe mandatin e dhomave të specializuara të Kosovës. Si përfaqësues të organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s, ndjem një përgjegjësi morale dhe institucionale për të informuar anëtarët e kësaj asambleje rreth zhvillimeve që ngrenë dyshime serioze në lidhje me drejtësinë dhe besueshmërinë e këtij procesi gjyqësor. Këto janë pikat tona kryesore dhe shqetësimet në lidhje me dhombat e specializuara të Kosovës. Domat e specializuara të Kosovës u krijuan në përgjigje të raportit të vitit 2010 nga raportuesi i Këshillit të Evropës Dick Marty, i cili përmbante akuza për trafik organesh dhe krime të tjera të rënda të dyshuara se janë kryer nga ish anëtarët e UÇK-s. Me 25 janar 2011, Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës e miratoi raportin. Sot jemi mbledhur këtu në zemrën e Strasburgut, jo si individ thjesht, por si një këmbë i bashkuar në kërkim të drejtësisë. Jemi mira zemra, por me një zemër. Jemi këtu për drejtues të ushtrisë të Kombëtare të Kosovës,
jo vetëm për ata, por për gjithë ata që drejtuan qeterinë dhe ushtrinë qeveritare të Kosovës, që sakrifikuan lirinë e tyre për jetën tonë sot. Ata burra e gra të QK-s që nuk luftuan për të fituar lavdim personale, po për të na çliruar nga padrejtësia. Dhe sot ata janë një viktimë e një padrejtësie të re. Ata janë në burg, jo për krime, por për kauzën e lirisë tonë, që sot ne jemi të lirë. Ne nuk mund të rrimë në heshtje. Nuk kemi detyrime morale dhe historike për të kërkuar drejtësi, por jemi këtu për t'i thënë jo kësaj padrejtësie të pa drejtë. Ne nuk jemi këtu vetëm për të protestuar. Ne jemi këtu për të treguar botës se kombi nuk vdes kur ka një kujtesë. Sot shqiptarët nga gjithë trevat, diaspora dhe me gjërë, të gjithë jemi të bashkuar dhe kur shqiptarët bashkojnë, nuk ka gjykat që na thyen, nuk ka padrejtësi që na hesht. Sot është dita jonë, zëri është i fortë, i pastër dhe i drejtë. Le ta çojmë mesazhin tonë përpara në çdo institucion ndërkombëtar, në çdo media. Le ta dëgjojnë të gjithë. Zotrin Ervin Muja. Të dashur motra dhe vëllezër, unë Viga Hasi i Shqipërisë, po dhe i Kosovës, se një Has është, këtu janë përfaqësuesi. Ndaj njerëzve që ndërtuan një shtet demokratik, padrejtësia, tirania, fabrikimi, mashtrimi dhe fabesia po aplikohet ndaj tyre. Dhe fakti se shpirti dhe krahu i djathtë i kombit, diaspora është këtu së bashku me neve e bën këtë kërkesë akoma më të fuqishme. Faleminderit diaspor. Të Europës dhe të gjithë antarëve të Asamblesë Parlamentare të këtij institucioni do t'ju dërgojmë nga një letër ku të gjitha shqetësimet tona dhe të gjitha çështjet fyqe të cilat nuk po përmenden do të vinë në përmendjen e tyre. Andaj pa humbur kohë po fillojmë me programin e sotshëm. Ftojmë kryetarin e veteranëve Hysni Gucatin për një fjalë rasti. Përshëndetje nderuar vëllezër dhe motra, përshëndetje mërgate nderuar, përshëndetje të gjithë që keni gjetur kohë sot vini në këtë ditë vikendi. Unë në emrin tim dhe në emrin të shoqata u dalën nga lufta. Sot jemi ardhur të protestojmë para Asamblesë së Parlamentit të Evropës, mund nga ky parlament ku është bërë një rezolutë pa drejtë ndaj shqiptarëve dhe ish pjesëtarë të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Nga një njeri që mendur, ku ne Zvicrën e kemi mik përhershëm, dhe mik më të fortë se Zvicrën e di që në Evropë nuk i kemi, po ka dalë një njeri, një dikmar, i cili ka vdekur, dhe unë mendoj, me këto letra sot ne që të t'i dërzojmë peticionin tonë, të morin eurodeputet të parlamentit dhe të shqyrtojnë në e rezolutën të cilën e ka mund ndaj ushtrisë shqiptare të Kosovës, dhe aja rezolut varroset bashkë me dikmortin. Kjo rezolut tentoj të dënoj ushtrisë shqiptare të Kosovës. Kjo rezolut tentoj të njëllosë ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ushtria shqirimtare e Kosovës nuk njëlloset. Ushtria shqirimtare e Kosovës nuk ka qenë organizate për bashkëkriminale. Aja ka qenë organizatë shqirimtare e cila shqiroj Kosovën nga hërlit qetnike sërbe. Dhe ne sot kemi ortu para këtij parlamenti t'i thujmë stop padrejtësisë e cila bëhet në Hagë. Haga ka deviju nga shtrati vetë. Haga ka deviju duke marrë dëshmitar fabrikum që t'i qanë dhe dëshmojnë kundër kreve të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Unë jam dëshmitar i gjallë dhe shumë fëmijë që kemi qenë mrenda në atë burg, fam keq dhe na gjykot fam keqe, e cila është kundër neve
dhe kundër kombit tim shqiptar. Na gjykat nuk dënohen vetëm pjesëtarët e ushtrisë të Kosovës, po dënohet i gjithë kombit shqiptar. Unë ju them me përgjegjësi më të madhe, në nenin 35, edhe ai qytetar që kanë ndihmuar ushtrinë, qendror të Kosovës dënohet pse na ka dhënë ndihmë, na ka jep ujë, bukë, veç mbati na ka marrë për shtëpia. Kështu që ne do të thonë Parlamentit të Evropës, korrigjo gabimin, kërko falje ndaj shqiptarëve, kërko falje ndaj presidentit Hashim Thaçi, kërko falje ndaj Bacit Jakub, Recep Selimit, Kadri Veselit dhe gjithë të tjerëve që mbohen pa drejtësi çështje. Të paktën kërko falje para kombit shqiptar që keni gabuar para 14 vite pse keni votuar në gjykat apo një rezolutë të njashme të gabueshme. Unë dua t'ju përshëndes juve gjithë që keni gjithë kohë vini sot. Faleminderit, respekt. Liri për shqiptarët, në ushtria shqiptare e Kosovës. Lavdi të shmorëve të kombit. Ata të të kthehet të shpejti pa që bardh edhe Kosova të shkojnë përpara, sepse pa ta nuk ka liri Kosovë. Pa ta nuk... Yeah.